10 vite rrugëtim, 10 vite art, 10 vite emocione, 10 vite krijimtari të Mirfield. Pra jemi këtu në Kumanov, ku sonte do të kremtohet 10 vjetori i koncertit të muzikës klasike. Pra për pak kohë të ndjekim së bashku. Na ndiqni. Në një mbrëmje të mbushur me emocion, art dhe duar trokitje të gjata, shoqata për kulturë dhe art Pro Art Simfonik shënoi jubileun e saj të madh 10 vite rrugtim artistik, me një koncert klasik madhështor të mbajtur në Kumanov, në drejtimin e muzicientit të njohur Orhan Shaqirit. Një dekadë për kushtim ndaj muzikës serioze, një dekadë sakrificë, pasion dhe besim se arti i Mirfield mund të ndërtoj ura mes njerëzve dhe kulturave. Ky koncert jubilar nuk ishte vetëm një ngjarje muzikore, por një rrëfim emocional për rrugën e gjatë të krijimit artistik. Skena u mbush me elegancë dhe tinguj që prekën zemrat e publikut, me interpretimin e saj briliant në violin, si Hana Bativuku solli ndjeshmëri dhe virtuozitet, duke krijuar momente të ralla emocioni, ndërsa sopranoja Bogoromova mahniti publikun me interpretimin e saj plot finesë dhe shpirt artistik. Shikues të dashur, bashkë me ne tu e kemi edhe Orhan Shaqirin, ai i cili vuri gur themelin e këtij manifestimi tradicional që përjetoi 10 vite radhas. Përshëndetje. Përshëndetje dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë natë solemne për ne. Dhe 10 vite, si ishte lehtë, rëndë? Në këto 10 vite rrugtim, mund të them ngërthehet puna, sfida, angazhimi, hidhrimi, mos pajtimi, suksesi, të gjitha janë së bashku dhe e përmbyllemi me një jubilar. Me një jubilar. Mirë, në këtë jubilar do marrin pjesë një orkestër i vogël dhe disa figurat mirënjohura, emër të shpikatur nga arti muzikor, që do na tregoni për shikuesit tanë cilët ende do e shikojnë më pas. Po, si janë. Sonte do të kemi nderin të na performojnë në këtë koncert jubilar, kuarteti Harkor, në krye me Plamenkën, të cilët janë pjesë i Filharmonisë së Republikës Maqedonisë Veriut. Gjithashtu e kemi edhe Gonce Bogomorovën, si soprano e shkëlqyer në vend dhe rajon, si dhe ashtu si që e kemi cekur më herët, sonte kemi edhe Qershin mbi tort, violinistën e famshme tonën shqiptare, si Hana Bativuku. Si Anën e kemi. Pra për shikuesit tanë, Enka Siana Bativuku është emër që mos themi, është një yll në horizont për ne. Po, është shumë e vërtet. Mirë, Orhan, më trego, kur filloi edicioni i parë? Hajde fillojmë prej kur daton? A mban mend? Po, si jo, ishte institucionale atë herë, apo ishte prej dashurisë? Nga dashuria për art. Normal, të gjithë startojmë ashtu. Edicioni i parë nuk ka pasur kur farë mbështetje nga asnjë institucion vendor shtetëror, po përpos dashamirëve të artit, afaristëve tanë që kemi pas flas për edicionin e parë. Ishte qëllimi kamotshëm të kemi një evenement të tillë këtu te ne, në një organizim të tillë, ishte edhe sfidë, ishte edhe guxim. Me që sot e kësaj diti mungon skenës muzika klasike dhe këtu në vendin tonë, po edhe gjithë ju. Në përgjithësi, po. Ne në këtë pikë nëse ndalemi dhe e mendojmë të kaluarën, është pak rënqetëse. Ishte me të vërtet një guxim, të marrish guxim, të organizosh diçka të formës klasike, muzikës klasike. Edicioni i parë më kujtohet ka qenë në muaj maj, fundi maj diku, 2014, dhe atëherë e filluam me atë brum që e kishim këtu në qytetin tonë. Filluam të punojmë me provat ndryshme, duke filluar me nxënës të shkollës ulët muzikës, të mesmes muzikës, ata që studionin artin muzikor, të sapo mbaruarit instrumentistë,
këngëtar e kështu me radhë dhe nga gjithë ky brumi ynë i vendor që kishim ne arritëm të bëjmë edicionin e parë. Ishte një ngazlim në vete, se s'di të përshkruaj çfarë emocioni kemi pas në atë kohë, edhe e pam që mundemi të vazhdojmë. Ne dëshira jonë po, por nga tresat edhe pengesat ishin të natyrave të ndryshme. E kam cek edhe më herët, kemi qenë sporadikisht të penguar, të nashkaluar, ndërsa së fundmi filluan të vëhen punë deri diku në binar. Falënderimi posaçëm për Fondacionin për Kulturë dhe Sport pranë komunës Kumanovës, më pas dashamirëve tonë për art, e në këtë rast, në këtë edicion, falënderimi i veçantë për Ministrinë e Kulturës edhe Turizmit, si dhe falënderim jashtëzakonisht i veçantë shkon për Fondacionin për art, mendoj për kulturë dhe sport, në ombrellën e komunës së Kumanovës. Do me thënë keni pasur një mbështetje institucionale këtë vit? Po, vitet më parë? Edhe vitet më parë kemi pas edhe edicione, kështu të them, komode, kemi gjetë komoditet të mirë, po në të shumë të në rasteve, zi pse duhet ne të kemi aq vështërsi kur tentojmë të sjellim diçka të bukur në qytet. Ne nuk duhet t'i ngjajmë lypsarëve. Çdo herë artistët jemi lypsarë. Neve duhet na suportojnë pa një pa dy, unë ashtu mendoj. Shpresoj që në të ardhmen do të vetëdijsohen, them, ata që na përfaqësojnë, do të dinë të vlerësojnë më mirë artin, kulturën, jo vetëm këtu, po gjithandej. Do të dinë të gjejnë njerëz adekuat të cilët i rrinë mbrapa mbështetjes së kulturës e sidomos për neve palën tonë shqiptare. E mirë, Kumanova ka emra të njohur në fushën e muzikës, po flasë përveç fushës muzikës edhe në teatr, në film. Vërtet, Kumanova është numër 1 në art dhe mund të veçoj një prej qyteteve të cilët ka ndalur edhe shumë yje artistike nga ky vend. Dhe ju përgëzoj për këtë edicion të 10 dhe shpresoj se do jetë tradicional, po ndoshta edhe të institucionalizohet. Po vetëm e kemi arrit të jemi tradicional, ne do i thim dyert. A keni kërkuar, a mendoni që të bëhet si... Nuk do të pauzojmë, kushtimisht, do t'i thyem dyert për të realizu edhe më tutje dekadën e dytë, vash zotit jemi shëndosh e mirë, t'ja ulon gjeneratëve reja dekadën e tretë, të katërt. Unë mendoj që nuk jam i vetmi këtu në qytetin tonë me këto lloj të organizimeve, falë zotit që kemi edhe gjenerata të reja që po tentojnë të sjellin muzikë nga kjo natyrë, po ne kemi qenë, mund të them, të parët dhe të guximshmit. Ju lumt, ata kur themelit, dhe më thonë të parët, shlaku. Mirë, faleminderit shumë Orhan, tani mos të marrë shumë kohë, tani do startoj për një kohë të shkurtër, dhe presim si Anën tani për një intervistë të shkurtër edhe ajo të na jep. Faleminderit shumë Vale që e keni marrë rrugën deri këtu të vini, e në kas për ne. Shumë faleminderit ju, faleminderit të Valsat. Faleminderit shumë dhe suksese. Një atmosferë magjike krijuan edhe interpretimet e kuartetit të harqeve dhe grupit Flamenca, të cilën sollën një harmoni të veçantë mes traditës klasike dhe ndjenjes moderne artistike. Përgjatë koncertit, publiku përjetoi një udhtim emocionesh, nga qetësia e tingujve të violinës deri tek fuqia dramatike e operës dhe madhështia e orkestrimeve klasike. Çdo interpretim dukej si një falënderim për të gjithë ata që për 10 vite kanë besuar në misionin kulturor të Pro Art Simfonik. Shikues të dashur, tani këtu jam me yllin ton artistik, me yllin ton në horizont, me violinistën ton Sihana Badiuku. Përshëndetje. Faleminderit Alsat për këtë paraqitje, prezantim. Po, ne erdhëm këtu, dëgjuam emrin tënd dhe vërtet është të kënaqësi e madhe që të kemi në një intervistë që motis të kemi pasur, më duket. Po, është me të vërtet një mundësi e mirë edhe për mu që hera parë është që në Kumanovë unë performoj.
edhe falë organizatorit Orhan Shaqirit, dhe ai do të thonë e koncipoi një program me këto vepra edhe shqiptare të përpunuara, por edhe vepra klasike, të perla të muzikës klasike. Do me thënë, kjo është në edicionin e 10, që është si jubilar, keni marrë pjesë në ato 9 edicionet para? Kjo është hera parë, unë edhe në përgjithësi, jo vetëm këtë festival, kjo është hera parë që në Kumanov performoj. Vërtet, keni emocione? Jo, mendoj është publiku duhet të jetë shumë i mirë, unë e di, kam qenë në një juri para shumë vitesh, kur janë përzgjedhur disa talent, dhe kam qenë në juri me disa kolegë muzicient, edhe e di që publiku i Kumanovës është shumë publik artdashës. Mirë, me siguri shikuesit e televizionit e sa dëshirojnë të dinë pak më tepër, por ju se momentalisht çfarë bën si Ana? I bie violinës dhe? Po, unë, do me thënë, këto, prej vitit 94, jetoj dhe veproj në Shkup. Përndryshe jam nga Prishtina, kam studiu në konservatorin Çajkovski të Moskës, dhe nga mosha 16 vjeqe deri në moshën 23 vjeqe kam qenë atje në ish bashkimin sovjetik. Pastaj jam specializuar edhe në Detmold të Gjermanisë me profesorët e mirënjohur Jon Gukim, pastaj me profesorën Çugaeva në Moskë, pastaj do t'i përmend edhe profesorët këtu që kam qenë e lidhur me profesorët nga Shkupi, Vancho Stojlkov, Blagoja Dimchevski, dhe pastaj në fund para Moskës isha me profesorin Pavel Vernikov. Dhe pas krejt atyre studimeve, fati më lidhi në Shkup, pastaj u njofa në vitin 92 në një koncert ku ishte maestro Ermir Krantja dirigent, unë isha si thonë Safire, soliste me Filharmoninë e Maqedonisë, me Sibelius koncertin për violin, dhe pas atij koncertit ai ishte gazetar në atë kohë dhe do me thonë u njohëm kështu, do me thonë, dhe tash kemi familje, 2 fëmijë. Momentalisht veproni profesionalisht? Po jetoj në Shkup, nuk jam e punësuar e rregullt, jam part-time në Universitetin e Tetovës, kurse e rregullt jam në Universitetin e Prishtinës, që 32 vite, dhe kam, mendoj, pedagoge e violinës në këto 2 universitete dhe në UP, do me thonë, plot 32 vite, ku kam nxjerrë mjaft gjenerata, edhe shumica e tyre janë edhe pedagog në përshkollat muzikës, si në Kosovë, ashtu dhe në Maqedoni, por edhe në Filharmonitë Kosovës, janë udhëheqësa, koncertmjeshtra, në Operë të Kosovës. Sa bukur. Mirë, të faleminderit shumë si Ana, mos të Unë marrim vetëm kohë. desha të them që në këtë koncert, unë i përzgjodha t'i performoj 4 perla, si të them, të muzikës shqipe të përpunuara për violinë dhe kvartet. Ato janë Dashnor Tubana, disa janë vepra shqiptare, disa të komponuara nga kompozitorët, pastaj është Krojfshati ton, Baresha e Rexhomulliqit, dhe e kujtoja takim e Pranvera Padivukut, që është nëna ime. Do me thonë, nëna ime vjet, kishte 80 vjetorin, edhe unë mjaft e kam performu këtë vepër që e ka aranzhuar Edon Ramadani për këtë formacion, po natyrisht edhe 2 këngë tjera i ka aranzhuar Edoni, dhe një tjetër, dhe Bareshën e ka aranzhuar, të Rexhomulliqit e ka aranzhuar maestro Vujar Llapaj. Faleminderit shumë na e prezantuat repertuarin, edhe pse ne deshëm pak më pas që to a prezantojmë, të jetë surprizë, mirëpo tani si Ana na tregoi se çfarë i pret publikut komanovar, normal edhe shikuesit e televizionit Alsat do të kenë mundësinë që të përcjellin këtë ngjarje kulturore, artistike, jubilare. Të faleminderit shumë si Ana, dhe ishte kënaqësi që jeni ishim gjithë me një ne. sharmante dhe profesioniste, se ju përcjell shumë. Faleminderit shumë. Në fjalimin e tij, drejtuesi Orhan Shaqiri theksoi se arti kërkon durim, dashuri dhe sakrificë të pafundme, por mbi të gjitha besim se muzika mund të lërë gjurmën në shoqëri.
A i falenderoi artistët, bashkëpunëtorët dhe publikun që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi 10 vjeçar. Ky jubilej dëshmoi se kur arti punohet me zemër dhe për kushtim, ai mbijeton kohën dhe bëhet frymëzim për brezat që vinë. Një natë që nuk festoi vetëm 10 vit pune, por 10 vite kulturë, shpirt dhe muzikë që vazhdon të jetojë në zemrën e publikut.